Rikthehemi në studio dhe është momenti tani të zgjedhim liderin e shtëpisë. Shkojmë aty brenda. Atëre yje jam me ju dhe është momenti, duke qenë se shtëpia ka ngelur pa lider, të zgjedhim liderin. Do të votojmë njësoj siç votoni kur jeni në gjatë ditës, kur ju vjen zarfi, nga krau i Malit deri tek Alessio. Mal, për kë voton ti për lider? Stenaldon. Stenaldo ti? Malin. Miri? Tanin. Vota ime shkon për Tanin. Hajtë aty Tanin. Më falina? Vota ime shkon për Tanin. Për Tanin, okej. Ardit, Tanin. Tani. Artan. Mos pyet ma, sa e myllim, Tanin. Brigena? Artanin. Mateo? Kujton se ma me Tanin timi? Kujton se ma Tanin e vëti? Një sekund, ju lutem se nuk po ju marr vesh. Hajde, dhe bashkë. Atere me një vot kundër, Tani po ti për të voton. Tani... Artan! Për kë voton? Për Tani! E pranojmë, edhe pse nuk lejohet votosh për vetë. Atere Tani ta gëzosh, je lider i shtëpisë. Ndërkohë, më dëgjoni me vëmendje. Vllai i madh ju njoftoi se Kristi u largua nga shtëpia, pas largimit, ai është izoluar në shpellë. Dhe gjatë mbrëmjes është hapur një televotim ku publiku ka qenë ai që ka gjykuar. Televotimin e kanë mbyllur përpara pak çastesh. Siç e dini, Nuk e them publiku. kjo është kundër rregullave të vllait të madh, për këtë arsye vllai i madh ka vendosur të lërë publikun të vendos për fatin e Kristit. Vllai i madh ka njoftuar Kristin se edhe nëse publiku zgjedh të rikthej atë në shtëpi, Kristi humbet të drejtën për të qenë lider, për të përfituar avantazhe në lojë, si edhe të drejtën për të nominuar. Por nuk e them publiku. Në këto momente është koha për të zbuluar të gjithë së bashku vendimin e publikut për Kristin që është i lidhur me ne në shpellë. Presim zarfin në studio. Nuk e them, jo. Arraja. Atere, Kristi, sigurohem që dëgjojmë edhe tek ty. Kristi, më dëgjon? Okej. Publiku ka vendosur. Me 73% të votave, që Kristi të kthehet në shtëpinë e Big Brother. Po lagim njerëz me ujë, po hypim atje sipër, po kryjm. Atere, Kristin, në dhomën e rrëfimit të shpellës është Chelsea i derës. Të ftoj të shkosh ta marrësh dhe të hapësh derën për të rikthyer në shtëpi. Pa e djesh me çfarë? Unë vjen pjesë e gjithë kësaj ëndre. Prandaj ishte edhe përgjegjja që s'ke se çikosh ëndra as në sy hapur as në sy mbyllur kur je pjesë e ëndrës. Shumë faleminderit. Okej, Krist. Shko me Chelsea dhe të ftoj të kthehesh në shtëpi. Tek dhoma e rrëfimit, po.
Po, u dinte. Po nuk mund shumë vend, se Hajdo, Kristi, moj marrë qelsi. Po Kris mos e ke përbi? Chelsea. Kanë me amiq këme lidartë. Kristi hape derën. Kristi atyje? Me 73% fitova dola unë. Ti mendon se do të dalë unë kur të duan këta, unë do të dalë kur të dojë publiku. Hajde Kristi! Pse? Ha? Zhyllet. Na falni. Po, valaj. Ishte e tëra kështu e bukur. Do dalë kërë? Ka marrë kapit e dera si ka thënë Dioni. 73% që së humë për veqime e banore ashtë. Yes. Oh, shit, yes, e kum di. E ku di që të kumar, am keni? Se të marrë të ashtë më përdi, ka thonë. Të dhere publiku, dhere atë në të lëri. Kallën ka ba. Të pesgoja në qarë që të qenë. Qiro. Qiro ma qojnë. S'kem qaj tillët. O, zot, sa i lumtur jam. Besojmë që ka... Nuk e di. Bosh. Edhe se ti ishe gjithmoni qëtë, por realisht bosh. Mungon të një vë. Që da Aste, që u të reja. Mo më fluturon flokët qimë kështu. Vesh të dashtë. Thonë, Kristi urime, mirë se u riktheve në shtëpi. Pam që Kristi u prit nga një pjesë e banorëve, pjesa tjetër nuk u ngritën për ta takuar, kështu që shohim se çfarë do të ndodhë në vazhdim. Ndërkohë, dua t'ju komunikoj që